Na shta shpesh vjedhin, po kësoj here na kam vjedh. Tajna edhe Anita, njuna prej Kosovës, tjetra prej Brazilit. Sado që bukur mirë ngjasojnë në look, kësaj here po ngjasojnë pak si shumë edhe në muzikë. Për me njoftë Anita, shiqarët kujtohet bashkëpunimi i saj me The Weeknd dhe këngën Sao Paulo, një mega hit që kurgjë në klub e keni. Taman mas 28 nëntorit që është data historike për çdo shqiptar, Filipe Amorim, një artist i suksesshëm nga Brazili që e njekin edhe e dojnë me miliona njerëz në rrjetet sociale, e ka publikuar një pjesë shkurt këngës së re bashkë me Anita në video, po që Filipe dëgjohet në refren e që meni herët kujtohet se cila këngë është. Po, jena të folë për këngës si Ai nga Tajna, një hit i pa diskutueshëm me miliona ndëgjime edhe në YouTube, po edhe në platforma si Spotify. E kur buhet qaqe madhe, një DJ i njohur si Marshmello e bën në remix që shpërthen. Kur bashkëpunon me njerëz tillë në industrinë botërore të muzikës, të ngojnë edhe njerëz që kur s'ta ka marrë menja që të njohin, po le që të ngojnë, po edhe ta vjedhin. Kjo nuk është e çuditshme në ditët e sotme, sepse krejt ushqim me algoritmin e njëjtë, e na bjen me pasi çka po bën dikush në Brazil, ai në Brazil është se çka po ndodh në Kosovë. Si ai është definitivisht një këngë që ja vlen me u vjedh, po jo që nuk dallohet. Çka ndodh tash nëse kjo këngë lansohet, mbetet të shihet. E deri atëherë, bëni follower Ban FM në krejt rrjetet sociale edhe subscribe në YouTube.